Sonte e kam njënin prej figura më interesante në Kosovë, stomatologu më i njohshëm në Ballkan, me thonë edhe në Evropë, se jo doktor Fehimin Dent Fix. Përndryshe, është intervista e parë që vojna bash sonte, e një 10-15 vjet, ose më gat, po që i erdhë kismeti sonte me intervizioni dostamit të mirë. Dok, mishte erdhe? Mishte gjitha, faleminderit për kohën, për intervistën, për gjitha. A ma ka lajnë karrikën tone? Ku ma letë për ty? Pasha Zot, unë e mësu me karrika, kështu që... Mas ma he karrikën të i se... Ja, pa karrikë. Shqiptarin, si ta ush në karrikën, një lepi e karrikën sytin zjarë. Ama karrikat private, jo të punës shtetit. Punës, normalisht, ti tash mua ke dëshmu dok se njona prej ordinanca ma me emën këtë pjesën e balkonit tonë për ndimor. Nuk kemi veç ordinancë, për jemi klinikë me madhe për shak numrit madh të stafit. Të stafit. I keni kalu sa staf? 1050 për momentin. Në njënën prej klinikave, se ne si kompani dhe më thonë, në tash jemi afër, jemi edhe pak më e madhe për arsye se kemi të bëjmë edhe me 2-3 profesionet të tjera të cilat e kemi. Flok. Mbille flokut edhe hotelin jemi shumë afër. Që të keni afër hotelin, a? Afër, dhe më thonë në distancë 200 metra. Që vjen klienti pej Brazilit, për nëzom, i regullon flok ose dhëm, do të flan të hoteli juj. Kemi pacientë të cilët vinë edhe për Brazilit dhe gjithë shka që s'flajnë ala në hotelin tonë, por kemi marrëveshje me hotele tjera, kështu që... Dok, sa vjetë u bon me qitë profesion? Bi 16 vite. 16 vjetë. E me biznes privat? 16 vite. 16 vjetë, më thonë. E me profesion si stomatolog? 16 vjetë. Si e ki diplomu, si kom përfundu studimet, kom fillu në Podeve edhe ka qenë... A Podeve, më shpallë e keni sa? Kua me mire jetës tam për arsye se aty ku marrë hapat e parë dhe hapat e parë të stomatologjisë. Atë kujtohet për mua. Pacienti i parë? Pacienti i parë nështë nuk më kujtohet, po puna si ditës parë më kujtohet shumë. Kujtohet, a? Kujtohet dita e parë për arsye se e kom thonë në disa intervista tjera që ka qenë shumë e vështirë, se fillim, profesion fillestar, cilën vetë kom qenë doktor, vetë pastrues, vetë asistent. Sa punë dojë bota në fillim? Vetëm. Vetë? I kreve këtë punë edhe asistentin edhe... Kam qenë interesuar edhe në fazat fillestare të fakultetit, për ndryshe se në përfundim studimeve, më interesoj edhe puna asistentëve të pastrimi instrumenteve, që shbohet për arsye se kom mendu që fillim dhe me fillu veç vetë për se s'desha dhe me nga ku pjesën familjare ku nuk është më koha se bëda ta e ndëshmu në kohën e 6 viteve studimeve që më kanë majtë. Edhe me thonë që... Nuk ka kurfar logjike që të kemi edhe një ndihmat madhe tash edhe... Edhe me thonë që i kom kursy do rroga në fillim, s'ki pas qara për kursy, se fillimi që s'ka pas rroga se u tash... Ku me marë? Kur ke marë rrogë për vetit në klinikën tane? Rrogë ku marë shumë bo. Vonë tani mandeja? Mas një 2 vjetë. Ki fa rrogë e bili? Apo të qesin? Sa për i da. Apo të qesin në ku? Po, sa me pa ku rrimë. Dhe me thonë në regulli, nuk t'i banojnë. Po. Du të mua në ku pak të drejtorit, kemi një drejtar aty edhe. Okej. Mu ma zvuni ma qesin rrugën. Në fund, hajse kjo juan jo. Kjo nuk ankohet. Ja, unë e pak jesa. Ti edhe profesor universitar? Po, jem profesor dikon prej vitit 2018. Dhe kom knaqësinë shumë për arsye se kemi pas ku gjenerata të reja të cilët janë shumë mirë dhe studentët janë poashtë mirë, sa që janë befasi për kohën e tashme. Ndoshta lexojmë më shumë kanë metodat e zhvillimit të stomatologjisë shumë e madhe, për shkak se stomatologjia po ecë përpara. Sigurisht. E diskutuam edhe para mbrapa kamerave që teknologjia po ecë ditës po avancon. Dhe kështu që edhe tek ne teknologjia e bën vetën. Digitalizimi, gjithçka është hapat. Ama me qef e bën punën e mësimdhënësit të doktoret, kështu jenë të lidhta sigurisht. Jenë të lidhta shumë për shkak se ka të bëjë me pjesën klinike. Tonën dhe pjesa klinike. Teoria dhe praktika këtu. Është shumë e mirë për shkak se pjesën teorike kemi me studenta, po aty edhe kemi edhe pjesën praktike në qendrën klinike stomatologjike universitare. Do të thonë dhomi përndryshe, çu po thotë psikologjia kështu e fobive, njëna prej 3 fobive më të bëja mbull. Ndoshta është edhe më e madhe. Edhe më e madhe, shumë do të thonë të ndërrohen njerëz me dhomit. Është me rron për arsye se është një pjesë ku është një lidhim shumë e madh. Mos bëri ngoj për burr, ngoj. Me kon kam është pjesa ku
ndoshta jeni në veprim të anestezionit lokal, Po. që është një veprim i anestezionit ku ti ki komunikim në aspekt me doktorin, po mirë po nuk shihet pjesa ku Nuk ti din çka të intervenon, bëj. edhe aty është frika. Dhe ne e dimë gjithë si dhimbta e dhomit edhe e veshit nuk ka. Kështu që është shumë e madhe dhe shumë e bezishme. Njerëzit e kanë atë frikën e dhimbtës, të cilët i krijohet gjatë intervenimit. Mirë po, në shumë raste, më thuaj se në asnjë rast zero, mos thëm, përveç do problemeve tjera të cilat i kam mundë me nga një dhimbë, po. Dok, atë ka dhimbë në herë dhomi? Po. Ty personalisht? Po. Do të thonë për dinë s'ka dhimbë dhomi. Dhimbta e dhomit shumë. E kam unë një doktor aty të one, doktor Emirin, edhe ma ka vendos një preparat që një 6 muaj ditë s'po kam ku më ullë me shëru. Do më thonë e ki halat të shëru? Po. A më kritikon të hese, kemi të 6 muaj pës. Pa të dhimbë nuk vjen, si të dhamë ka më orë, se s'ka ku më shku. Do më thonë, dok, që si kanë hekë dhamë në kalumën se, a është e vërtet që të më thonë dhomi për një prish hajneri fillim është sos me një fazhikut në zetë, që shukon në kalumën? Ka metodat e kalume kanë qenë metoda frekshme për arsye se nuk kanë qenë instrumentet e sterilizume. Nuk ka pas anestezian. Kanë qenë, dhe më thonë, ekstraksionet, apo nxjerrjet e dhëme kanë ndodhur prej berberve në kohën e atëhershme. Mirë po me zhvillimin e stomatologjisë dhe kohës moderne, të cilët ka pas për fat madh që ne i përkasim gjeneratave që kanë pas stomatolog që kanë kry shkollimin e stomatologjisë, në fakultetin e stomatologjisë, dhe kanë pas instrumente dhe materiale të cilat ne sot edhe i përdorim shumicën prej tyre për arsye të eliminimit të dhimbjeve ose ekstraksioneve pa dhimbje. Dok, a ka mundësi me i qëndru një dhimbjes dhomit me ta hek që ka një dhomë të madh pa anestezion, që shka pas mundësi, çfarë njerëzin kanë ata të kanë kohën e kaluar? Ka pas instrumente kanë qenë sigurisht. Plus dhomin e madh kaç pa anestezion që s'mu hek ai drejt. Është problematika që nuk kanë pas mjetet të cilat edhe kanë. Tash me hek domethënë. Patjetër. Domethënë më mirë ka me duru 10 minuta ose 15 minuta, po jo me duru ndoshta dhimbjen e dhomit. Nuk durohet. Tash është një san e mirë që shkon te dentisti dhe ki pas një dhimbje. Apo ja tregojmë këtë forën, atë ka marr pushka apo do të jepëm na dhomë, ja goto, domethënë është një porë që e nini për ditë për mduket. Sakt. Do të thotë që shkojnë luftë që që u plagos dhe mendon se au kështu ka rrugë dhimbje ta vëmë. E vëmë se plumi shërohet. Do po thuaj që po bin njerëz edhe prej jashtë tre autona se si po jo shqiptar. Teknikë klinike. Çfarë klientë keni? Gjitha vendeve të botës. Nuk ka vetëm shqiptar, nuk ka vetëm anglez, jo gjerman, ka të gjitha vendeve të botës, të ndryshme. Fal komunikimit shqiptarëve të cilët jetojnë në vende të ndryshme të botës, mirë po tani është në zinxhir. Njëri pas tjetër, dhe kemi gjithë. Dje për shembull në rast konkret, dje kam pas një pacient nga Siria dhe një tjetër ke prej Egjiptit, të cilët jetojnë në Evropë, mirë po ka marrë informata prej shqiptarëve, të cilët jetojnë në Evropë, dhe ata vinë. Mirë po me një herë tjetëri, i bjen prindin, i bjen vllahun, motrën, tezën, dajën, ato këto. Do pse te na në Kosovë, për shembull, dhëmt kushton më lirë me i punu ose me rregullu se sa në Zvicër, Gjermani, Suedi. Unë ku pas rast kur shqiptarët më thonë deri në 400.000 kam pagu dhëm në Zvicër. Normal që i kam pagu sigurimi, po çush ka mundësi më kon ka shifër jo normale ashtu. Është jo normale për shkak në edhimi gjithë kushtet ekonomike të cilat ne standarde ekonomike. Janë pagat ndaj stafit mjekësor. Janë materialet të cilat edhe tatimit janë më të vola në rast të importimit që nuk e përkatësoj pjesë. Mirë po janë materialet, mirë po, një gjatë ta garantoj. Që nëse që ky material përdoret në Zvicër, në Amerikë, Gjermani, në vende zhvillume, po foli, çaj material po i njëjtës fabrikë përdoret tek ne në Kosovë. Nuk ka mundësi asnjë lloj materiali në klinikën time me hy në rast se nuk është më i përsosur dhe më i mirë. Do të fundit që është në treg të botës. Këtë më mja fal, veti si ja fali në rast se nuk i përcjelli trendet, zhvillimet e reja. Dhe për atë arsye mundohen që timin hap me kohën. Për këtë arsye po them që ka mundësi me kushton deri 400.000 në Zvicër dha mund gjit. Është e frikshme si shifër kjo. Është frikshme për arsye se në Evropë dhe në vendet të zhvilluara, kjo pjesa e stomatologjisë është shumë e shtrenjtë. Pse dok? Pse janë pjesë të cilat stomatologu është i kushtueshëm se vetë arritim vlerën. Okej. Apo kupton? Nuk besoj që edhe tek ne nuk ka më ardhur çaj moment, në tallë. Vjen po thua.
Po absolut, po diskutim e pjesë. Për arsye se është pjesë e shtrajt. Dhe në rast se ti vetë pesh edhe në kohën e sotit. Ma herët e ke bli një gjë, cila ka kushtu me 100 euro, tash është për çështje se ti ke blen 3.000 euro dhe të njëjtin sen. Dhe dallimi është kështu. Përpara na e dimi gjithë. Edhe ti për këtë asoj gjeneratët, ku një majic e ka vesh vllau, Këtë shtëpia. këtë familja. Kush e ka prej babës, kush e ka në zonë tërë në vig. I Saktë, pari. është e pa diskutuar. Dhe tek tash pjesa e estetikës duhet më pagu. Okej. A do. Luksi. Nuk Kushton. se paguhet. Na në momentin që shkojmë dikon. Po marrëm shembull një pushim me shku. Mundesh me shku me sa tonë, mundesh me. Vërtet. Po kur do luks, dush me pagu. Vërtet, dhe më shku atje në Francë ose në Spanjë. Po për fat madh që njerëzit janë vedisu dhe mu pëlqen e pjesa ku kushtoj shumë rëndësi higjienës orale dhe ruajtjes së dhëmbëve të përhershëm të vet. Dhe që më pëlqen më shumë se sa që vjen deri te vendosja e dhëmbëve estetik. Dokte na te ti faktikisht apo vin njerëz me rregullu dhëmb më shumë për estetik, atë që kanë edhe probleme, atë që lidhen bashkë të dyja. Ato lidhen gjithë bashkë të dyja për arsye se tek ne në klinikën tonë janë 22 vetëm doktora, të cilët i kanë lami specialistike të ndryshme, fushave të ndryshme, të cilat i përkasin ata për shërime të dhëmbëve, endodoncian, detikirurgjia. Estetikën e bëj vetë, kështu që është pjesë ku i kemi të ndërlidhura njëri me tjetrën. Nuk mund të kryej të gjitha shërbimet vetëm unë, se pa i pas stafin të cilët i falenderojmë në çdo sekond, dhe në çdo moment, në çdo minutë, në çdo orë, çdo ditë, aty nëse pa ta kisha qenë i përgjithshëm. Vërtet. Dok, apo më tregon sa parë dhëm i ke ngjit pa parë. Se ke shkruajt. As kam çfarë. As ki çfarë me kështu. Po, mu kënaqet zemra. Po. Ndoshta ajo është përfitimi më i madh i jemi. E kënaq shpirtin. Shpirtënor dhe material, ku dikuj ka mundësi apo pa. Domthon ti që aty gjona e plotson shpirtin. E plotësimit të shpirtit. Okej. Çka kishe punu dok nëse s'kishe qenë stomatolog? Nëse s'isha qenë stomatolog, nuk kisha qenë ndoshta afër familjes në Gjermani, ku vllazën ti kam në Gjermani dhe fal tyne jam këtu ku jam. Çfarë pune kishe pas me bë atje? Po ata kisha punu me ta në pjesën e ndërtimtarisë ku ata i përkas. Okej. Atë kujtohet në moment kur ja ke nis jetës kështu si i ri, si djalë i ri, me filluj edhe kështu pa parë. Si student ose si unë pa parë, ose me pas më kujtohet në moment prej moshës 6 vjeçare kur kum punu në pazar. Që kjo më kujtohet. Pazar ke punu. Bodriva. Dhe ndoshta s'po them pjesa më e mirë e jetës se ajo ka qenë pjesë e mirë e jetës për fëmijë. Po. Kur kem punu si 6 vjeçar për kohën e vet. Kohën e vet për shkak se kemi qenë kohën e para luftës, se cila familje shqiptare nuk ka pas mundësi për me zhvilluar një biznes. Dhe ka qenë koha e përmbjetjes. Vllazët e mi kanë punuar në pazar dhe ju kum bashkangjit si 6 vjeçar, që kum filluar në shkollën, kum shit pazar dhe jam falënderues për atë kohë se më ka pjek dhe më ka zhvilluar mendësisht dhe në respektin e njerëzve, dhe në respektin e punës, dhe në respektin e jetës, dhe në respektin e çdo centit të cilin e ka. A je kursimtar dok? Kursimtar jam, mundona me qenë, po ndoshta jam pak më dëshlir se sa që duhet, po gjithmonë kam qef me dhon. Gjithmonë kam qef me qenë dëshlir, jo dështën ngut. Do kujna ja kishe dediku ose ja kishe fal këtë si sukses tonin që ki sot? 2 prindëve të mi dhe familjes ngushtë. 2 prindëve të mi, nanës që kam gjallë dhe babën që se kam. Grus timet që më përkrajnë çdo sekond, që është shumë vështirë. Në me pas një burë, ndoshta për quj vetën suksesshëm, po me të punu 18 orë në ditet dhe mos me pas mundësi me ndihmu në fëmijët, në 3 fëmijë që i kam si drita, dhe falë saj ata dhe rritën edhe i kam si drita dhe i falenderojmë çdo sekond. Po edhe i përket vllaznive, edhe 2 motrave të mia. Po ndoshta prindrit e kam pas dëshirën për më ndihmu tani jetën, po si kam pas mundësi. Po vllaznive ata që kam plotësu këtë dëshirën e prindve, dhe sot jam këtu. Dhe i falenderojmë çdo sekond jetës. Dok, të kapin e herë emocionet kështu? Po. Për çka më shumë ti?
pjesa ndoshta e familjes dhe prindrit që sonë kanë shumë lidhje me babën. Dhe është e pjesa ku ndoshta mungon e pjesa që nuk e kam gjallë mi pa sukses. Sigurisht. A baba s'ka arrit mi pa Jo, s'ka. këtë sukses që ti e ki sot? Ai ka vdekur në 2007, unë veç e kam përfunduar në 2010. A beson në Zot? Shumë, Shumë? tepër. Do më thonë, Do më nuk je kështu për shkencëtarëve që mund më kanë ashta ja, unë Nuk Zotit ti i besoj je shumë besimtar? edhe falësh. besimtar. Mendoj më fal ashtu sa kam mundësi, kështu që besoj shumë edhe në mundësitë e mia. Me mundësitë tua. Nuk jam jashtë. A rrim gati nga shqiptarët gojes tonë, dok? Tash është ardhur një moment, do më thonë viteve të fundit, i vetëdijsimi është shumë i madh. Tash edhe më herët, dhe është kënaqësi shumë e madhe që njerëzit vinë me fëmijë e vogël që kujdesen për trajtimin e dhëmbëve që nga fëmijëria. Që është shumë e mirë. Ndoshta është një kohë tash që njerëzit që jetojmë, domethënë gjenerata tona dhe pak më të mëdha, vllazëve tonë, motrave tona, prindëve tonë, që nuk kanë pas mundësi financiare që të dërgojnë çiftin tam për shembull, që s'kan pas mundësi në kohën e mëhershme për me dërguar te stomatologu, se s'ka pas mundësi intervenimeve dentare përveç në nxjerrje, në shërim ose diçka, mirë po për çështje estetike s'kan pas mundësi të proteza ose diçka tjetër. Po tash ka ndryshuar koha që për fat madh jemi në kohën e zhvillimit ose vetëdijsimit të plotë të njerëzve. Do ka është e vërtetë që kanë ardhur plot njerëz që s'kan pas ndoshta mundësi me pagu dhe i kanë bërë pa lek, veç që si kanë pas ndoshta mundësi. Ka mundësi, ka ashtu shumë raste edhe s'është ai. Do të thonë ty nuk. Ja. E çesh, nasia më e madhe është e pjesë. Më e madhe. Okej. A ki konkurrencë në çet balkonin tonë? Gjithmonë ka konkurrencë edhe është e mirë. Fal konkurrencës na zhvillohet. E vërtet. Po tash është e mira e keq, ata e di mas miti, po unë i kam gjithë kolegë edhe kam as nuk e llogariti kur kam konkurrencë, as kam çef llogarit për kush konkurrencë. I respektoj të gjithë jemi të njëjtë, gjithë jemi me mundësitë e punës që cilat i kemi. Tash dikush ka mundësi me ndresh sikur ti objektin që ke bërë modern, dikush s'ka mundësi, mirë po punon me ato mundësitë e veta. Edhe i respektoj gjithë dhe ja respektoj punën dhe është kënaqësi shumë e madhe. Po thonë edhe doktori Vipa, domethënë shumicën e figurave publike shqiptare i ke shtin në dorë. Po, cili e kish gojnë më të poshtë kështu. Ja, po kam qenë më ngucë kështu. Se ne kena mistonë edhe janë mistonë përbashkë edhe po ne kanë një ngucë edhe kur i kam këtu, mos e pa marrë. Po. Gjithë janë mirë edhe i ke rregulluar shumicën figurave publike. Nuk është që kam pas në problematik më përveç të na e dimi gjithë testet atuten, po s'ka asnjë që stuten. Domethënë secili që vjen aty unë ty në vit atë. Unë jam pacient i disiplinuar. Po. Domethënë ke prit 3-4 orë s'u kanë nisur. Po, sigurisht ato janë të këtë barabartë se tomi dhimbta dhomit është e barabartë të gjithë. Do të me prit edhe vjen në koha dhe unë të doki i rregulloj dhom kështu që ja pesim kanë dal. Po domethënë është doktor fantastik edhe jo veç mu, po ja ka rregulluar shumicës njerëzve që janë që dalin ekspozohen para publikut dhe para televizioneve dhe secili tutet, po përderisa shkojnë shumica, domethënë është i dëshmuar se është njëra prej klinikave më të sigurta dhe më të fuqishme në vendin tonë. E vërtetë. A ke menuar njerëzit që janë publik dhe janë për një metë që janë para televizionit. Transmetojnë edhe besim të moshat. Kur ata ta besojnë një punë, vërtet. Unë mundohen edhe 7 fish për me u kthy atë pjesën ku me profesionalizëm që ti jemi i afërt. Jo vetëm aty në për secilit. Se ndoshta edhe pjesa e marketingut është pjesa kryesore e punës, Chelsea. Për arsye se pa ta nuk kisha mujtë të zot të me Chelsea. Që i falenderojmë çdo njëri dhe secilit në çdo kohë që ka ardhur, ma ka besu punën dhe ma ka dhënë mundësinë për me punu ata. Dokja ke menduar herët që ki marrën çet pikë për shembull. E ke nis BDI, ke punu vetë në ideal i ri që ka punu në pazar, ka studiu për stomatologji, e ka hap një qendër të vogël në qytet vet BDI, që ku i kanë ëndrat tua, ku kanë qëllimet?
ëndra jam, unë e kam një shok shumë të shpirtit, që e kemi të përbashkët. Besniku Berishën avokatën. Avokatën që vëmë të fala për këtu. Fala, edhe kemi qenë me një darkë, edhe pi thëmë me një moment. Thash, s'kemi ditë. Tha, kina ditë shumë. Tha se tek që kemi arri këtë pikë, tha se me na pas pyet para 10 viteve, ose 15 viteve, se çka ki qef me bo, dëshira em ka qenë kështu. Një lokal me vjetimin, një vetur, 2 karrikat të më të lugu. edhe një banesë, që nuk kum pas, unë e gjitha i kum pas, po i kum pas për i vllaznive. Kum pas dëshirë, ëndra em ka qenë, që me qeni pavarën, dhe ka qenë ëndra ime, që mos t'jem obligimi vllaznive, ta jetën që ata mundohen që nesër ma bëjnë veturën, banesën, lokalin, ato të fundesh të gjitha. Dhe fal Zotit, fal ndihmës dhe besimit të njerëzve, pacientëve të gjithë të klinikës Dentfix, sot jam më mirë dhe ndoshta edhe ka mundësi edhe dikuj tjetër më ndihmu që t'jem afër njerëzve të cilët kanë nevojë. Doke për dyshën ndihmon shumë, po shumë modest, unë i di venat ku ndihmon dhe ku ka ndihmu dhe ku ndihmon vazhdimisht, po për modestisë nuk e ekspozon kështu për publikun korr. Mendoj që njëri do të më ndihmu, mirë po mos me qenë e pjesa ku ti. Çfarë unë mendoj që kanë herë do të më ndihmu, po do të edhe me tregu sepse mos me kriju një model të mirë me të pa dikush e me bo sikur te për shembull. Kur bën punë të mirë është mirë kanë edhe me ekspozu. Mendoj që modeli më i mirë është mendoj modeli i njerit për, do të thoni, zamrës personale të njeriu. Po, se ti pa zamrën e madhe. Po. Ti edhe dikujt tjetër se ndihmon. Pa marr parasysh që ti ki milionat ose miliardë. Po. Dikush e ka zamrën e ngushtë. Unë kam shumë njerëz të tillë të ngja që i kanë milionat e çka do? Po zamrën e kanë ngushtë. Të vogël. Nuk bëhet kështu. Me qenë zamër gjon që mendoj që njerëzit të cilët kanë nevojë. Jo edhe me ndihmu dikujt që s'ka nevojë. Se ti jo me abuzu. Me abuzu me parët të cilat ndoshta ti mundohesh me punu të motor dhe marr dikush që nuk ka nevojë dhe me ta marr ty një pjesë ku ti ndoshta ke pas shumë probleme gjatë jetës, punës, kohës së gjitha, domethënë që ti faktikisht je larg familjes për me punu dhe me arrit në një pikë e marr dikush me marr të gatshme, edhe aty sigurisht nuk Dok hala po punon edhe mas shumë viteve që edhe mas këtij suksesi po punon hala ka 18 orë në ditë. Domethënë sa herë shkosh klinikë ti je aty, nuk ndodh që mos më kon ti aty. Kanë herë na shqiptar dinë me lut shefin ka pak dalim ku ti vona punë mirë, po ti je aty gjithë. Gjithë stafin cilin e kam në klinikë. Po. Unë e kam edhe drejtorin bardhin. Po. Po njerëzit kur të vinë unë i them si jam pronari, as jam doktor. Po. Shefi është ky drejtor. Unë jam punë. Dhe jemi të gjithë shefa. Barabartë. Të barabartë, për arsye se me ta në kolegë cilit i kam klinikë që i falenderojm që nga dera e hyrjes gjithë deri në fund se pa ta nuk kisha mujt të më mrit. Sigurisht. Dhe në vend të punës kam dëshirë me punu. Dhe jam shumë strekt. Po. Mirë po jashtë jam sikur familjar. Domethënë vron e hekat me ta, e heku, nuk është keq. Nuk du me musil keq. Mirë po, tek ne në Dentfix është primare pacienti që të njihet rahat dhe që të njihet i komod, i ambientum dhe të krijoj, domethënë kushtet që të zhvillohet ose të përfundohet një punë me profesionalizmin më të lartë të cilin e ka në një klinikë në qoftë vendet më ndryshme të botës më zhvilluar. Shumica e po munoj plot klient të vinë për diasporës. Diaspora aty ka suportuar shumë. Po, që diaspora jon te ti, domethënë unë i kam taku dhe i kam pa dhe i kam pa kështu video se kanë, domethënë i numrin shumë të madh të shqiptarëve që na vinë prej diasporës. Nisa në di, kështu sakt, jo vetëm unë. Po Kosova në përgjithësi nuk ka gjallë pa diasporë. Po thonë që nuk bëhet pa ta. S'bëhet pa ta. Okej. Jo që është infuzion. Bravo. Po ata meritojnë çdo njëri. Arteria kryesore. Unë mendoj që të pinë e kush në Merdar dhe në vendet të ndryshme në Varmice, në kufina të ndryshme, në aeroport, deri në vendet e shtëpisë, deri te dera hymjes, duhet me të pit kush më i prit. Pse? Se ndoshta ata tan vitin punojnë në punë të ndryshme, të cilët e kanë sakrifikuar jetën me vitet të tona për me zhvillu dhe me punu dhe mu zhvillu na njerëzit të cilët jemi këto. Unë e filloj që nga vllazët e mi dhe njerëzit e tjerë të cilët e
Dhe ata i kanë sakrifikuar edhe rinin, edhe jetën sa është shumë e rëndësishme. Nuk shkojnë me Rinin pushim shkajtë. me- Çto vjen apo pushim? Me neve. Po, rinin na këtu punojmë, po të paktën jemi këtu Në edhe shpiton. shpiton. Njerëzit të cilët punojnë, unë i shoh se çdo 2 javë ose çdo javë ose çdo muaj dhe kam kontakt me njerëz të cilët jetojnë vend dhe punojnë për fat madh secili shumë mirë punë dhe kënaqshna kur isha shqiptar tu u zhvillu dhe tu arritën majet të larta, sidomos në Zvicër, në Gjermani, në Londër, në Amerikë gjitha. Dhe pa ta nuk mundemi na këtu kur gjë me bo. Jo vetëm ne si klinikë dentist ose si one si Fehim Haliti, mirë po në Kosovë në përgjithësi s'mundemi kur gjë. Po ata nëse vitet ti para që ata i binë shndrohen taksa, shndrohen paga, po duhet më është zinxhiri pa fund që e prek çdo pjesë. Cilët bën. Një punëtor për shembull e blen edhe ushqimin e ato, edhe blen teshat. Të gjitha. Sigurisht, shpendohen. Do ka kemi menduar herë me hap në klinik Jemi në jashtë Kosovës. Jemi në përfundim klinikës që 2 vite jemi tu marrë me dokumentacion me arkitekta se nuk është se kur në Kosovë që mund të përfundu një punë shumë e shpejt në Zvicër, në vendin afër Zürichit, dhe jemi në përfundim të kushteve. Objekti është i përfunduar. Tash ajo është përfunduar objekti, se kemi pas 2-3 pika, mirë po kanë qenë kushtet të cilat janë të krijuar caktuar prej Ministrisë së Shëndetësisë dhe komunës atje, që nuk i kanë plotësuar dy vende dhe na kanë dashur 2-3 herë më ndru për arsye deri tash jemi në përfundim dhe në plotësimin e kushteve. Kur mund shqiptarët me rregullu dhëm në Zvicër te doktorë shqiptar? Me çef nesër. Po afërsisht pas. Çore, ne kemi pas planin dikon ka fillimi i vitit këtë vit atë që po vjen. Po shpresojmë ka fundi i vitit. Okej. Po shpresojmë. Nuk po du se ka pas vitin e kaluar me përfundu, mirë po në momentin e fundit na ka ndryshuar destinacioni, për shkak se nuk i plotësojmë. A ka me kozmime si në Kosovë pak më shtaj? Jo. Pak më shtaj, a? Janë. A pa ding do? Po, saktë. Ato janë çmime të cilat përcaktohen me treg periudhës me treg, nuk mund të shtim me lut me çmime të cilat i keni se për arsye se ndoshta kisha punuar me çmime ty, mos më paguani një punëtor atje. Se janë rrugat standardi pagave është ndryshe dhe pagat janë përcaktuar me leçe, të cilat nuk mund të shtim me dhënë malje se sa ose më se sa është i përcaktuar me rregullore të punës edhe me kështu. Ti ku pindesh dhëm për veti dok. Edhe e kisi tonë do ti përmur. Po, saktë. Se në dikush na mendojmë se ti i ki ndrysh në harta, apo ti i ki. Unë fali kam doktorat aty. Po. I kam doktorat të cilat me në tashmi për me. Po, janë shumë. 50 gjysën Saudi. 50 mo. Edhe, po kam shumë besim dhe janë shumë mirë edhe falë ty. Do të thonë ti i kisi tonë. Nuk ki nejsan ma ekstra. Ja. Do, pse s'po gjesin mo dhëmë dukate shqiptarë. A dhe ka një ose në gjithëshin? Në gjithëshin për para për shkak se kam punu teknik me dukat, ta shpritoj me punu. Nuk është koha që punoj shumë me avë. Ne Japoni po thonë që është të u kriju një dhamë që kam në gjatë dhamit tonë që na linë, që na falë zoti. A ka mundësi do më ndohë kjo? Problematike ma është. Në më thonë, është e pamundshme, a? Pamundshme. Për momentin është e pamundshme. Çfarë materiali është dhami jonë që e kemë, që na del kur mosit lindim? Çfarë materiali është? A ka mundësi mu prodhune material si kur dhami jonë që e kemë? Jo, nuk ka mundësi. Absolutisht se nuk ka. Është pjesë të cilën na krijon Zoti një material të dhamit të cilët është i përmban prej cementit, smaltit, dentinës, e gjitha që janë të funksionalizuar që na dora e njeriu akoma nuk ka mujt me arrit çat forcinë e saj. Mirë po, ndoshta do dalin materiale shumë të forta, mirë po ajo pjesa ku njerëzit nuk mundet ala me pas një estetik ose një dhëm që ndush se sa që. Do pse kur dhamit dham syni huna veshi kryt, pse do? Varet tash pozicioni i dhëmit që do kemi, në rast është lidhja nofullës së sipërme dhe është një pjesa ku ka kontakte me sinusin, ka kontakte për shembull nofullën e poshtme, është pjesa e përfundimit të dhëmbëve që të ne quhen dhëmbë të teçat apo mollar të tretë, që janë të lidhur edhe afër veshit që jap që dhinta që e përcjell. Cili është dhomi më i rrezikshëm nëse na dham gojën tonë dok? Apo janë këtë njësoj? Të gjithë janë njësoj. Apo na janë thënë dhomi synit me dhom gjakdeta mund me të gjithë janë njësoj, mirë po është e përcaktuar pjesa ku ti e sheh se sa është hapur sinusi apo edhe pjesa gjakdetës të cilën njerëzit e quajnë popullata. Thonë mos e prek se mund
hapët sinuse dhe mirë po kjo pjesë e kirurgut të cilën e mbyllën. A do të më hek dok në asë, na qiptarët hala kena mrak ka pak me eksperimentu. Dhamin vet, kur na dhem, e hekim vet me do peng, lidhsim të herë me do dana, me do. Dhamin e përhershëm nuk ka mundësi. Për me Nuk hek. ban domethënë me hek vet. Ja, s'ka mundësi edhe me hek s'munësh. S'munësh. Ja. E këta tjerë ku do dhamin ka pak. S'ka Shqiptarët mundësi. ka pak, ja prekshin. Siç është pjesë ku njerëzit për shembull edhe i frakturojnë gjatë ushqimmarrjes së ushqimit një pjesë të strukturës së dhamit dhe mundet me i ra një pjesë edhe të heka dhamin, mirë po s'është e pamundshme. Cili është materiali që kërkohet më shumë në treg me i bë dhom? Çfarë kërkesa kanë tash ti njerëzit dok? Për dhom. Tash në gjenerata të reja lithium, disilikate, porcelane këto, mirë po janë këto materiale të ndryshme tash me emra të. Cili më i miri dok për momentin? Çka lithium disilikate Maxit është të cilën për momentin e përdorin në vendet këtë botës, mirë po ka dhe porcelane për shembull që shkojnë direkte. Edhe janë materiale tash varet edhe pe prodhuesve të cilët i kanë. Edhe pe kërkesës të njerëzve, edhe pe mundësisë na. Pe kërkesës jo, po prodhuesve të cilët i kanë. Janë kompani të ndryshme të cilat ne për shembull përdorojmë vetëm prej Liechtensteinit, kompani tash me emra të cilën këtë botë e din ata, të cilët punojnë në stomatologji po folin. Jo që e din njerëzit. Dhe na punojmë me ato materiale të cilat ndoshta jo mendojmë ne, po mendon këtë stomatologjia e zhvilluar në botë, që e më të mirë në botë, edhe më ato punojmë. Dok, a ke pas një kërkesë për ndaj klientit, pacientit që të ka të çuditshme për shembull? Atë një kërkesë që nuk bëhet, nuk e një shkenca si proces ose si procedurë ose si. Ka kërkesa për shembull te çështjet estetike. Vim me fotografi. Po. Unë nga njëherë kam një fjalë sot them, edhe unë kam qenë me qenë si Brad Pitt i bukur, po jam. Po për shembull po jam. Po, se është goje ndryshme. Apo unë vjen me një fotografi, edhe unë kisha pas dëshirë mi bëj ashtu. Po s'ka mundësi. Ty nuk të rrin. Se është nofullat të cilën ty nuk të jap simetria e nofullës ose simetria e fytyrës që ty nuk të rrin e pjesë. Okej. Sa dhe s'ka mundësi më. Okej. Prej granit gjakës deri te këta tonë në fund, ç'është kalova me granitin? Edhe me bashkëlojtorin e tij, me dosën e vet që ka. Po, granitin e kam vendasë edhe. Djalë fantastik. Është fantastik djalë. S'kam vërtet. Edhe qysh, nuk kam asnjë fjalë për me thonë për të. Tamam shqiptar. Sa meriton. E vërtetë, djalë fantastik. Dok, po jo vetëm ajo, po të gjithë. Do më të falenderu për kohën që ke gjetë. Edhe do më të përgëzu për këtë sukses që i ke bo dhe je lider në këtë pjesë të balkonit besa që është njëma dhe të Evropës si biznes individual, si klinik. Individual jemi thysem klinik me madhe në Evropë, për shkak se numrit të madh dhe klinik edhe karrikërat mëdha në një vend, të cilën ne kemi. Dhe jemi munduna dhe sot që zhvillona sa më shumë këtë pjesën tame ku unë i përkas. Jo vetëm në pjesën për shembull të mbjellja flokut ose të hotelit ose diçka tjetër, sa i për këtë pjesës tjetër, të cilët kanë dëshmëri mes vete, mirë po në fokuson te pjesa ku është e stomatologjisë që unë i përkas. Çfarë thotë je dën? E du shpirtnesht edhe, domethënë, jem gjendi me punu deri në 4 mëngjesit edhe mos me një lotë. O pasion i madh ky. Shumë. Domethënë kanë herë nuk bëhet edhe veç përpara gjithçka. E kalon atë pjesën e. Ka ja punë kryet mandej. S'ka të bëj me parë. S'ka të bëj. Unë nganjëherë jam me gruan edhe fëmijët në ndeti, edhe mijëna me staf. Fëmijët e mi edhe gruaja ato leva telefon merrem me neve. 50 bre. Bëshem 50. I them jemi lidhur shpirtnes. S'mundesh. Ka mundsi. Garanti këshir njerëz si ti falsh mas pore ata që nuk i njeh çfarë tham shiko. A dhe është deformim kështu profesional. Çelemi pak me gisht. Dok, unë kam i komendos dhëm të duki, i rregulloj që 15 vjet, tash edhe një herë kam rregullu, kafshimin se kam ishim shku pak deri a mund të shku tash drejt. Me një herë. Ishim bashkë me doktorin më të famshëm shqiptar, doktor Fehin Dent Fix, që sonte pata kënaqësi me intervistu për herë të parë, edhe pse ju muni mirë me dokrin se e ka bënë punë të mrekullueshme në vendin tonë, një klinik e fuqishme që tash na vinë prej këtë botës njerëz edhe i rregullojnë dhëm këtu dhe pinë kanë kafe në Prishtinë. Faleminderit për ftesën, faleminderit për besimin për dhëm. Para 10 viteve tani si kjo është një besim që është krijuar me kohë. Dua t'i falenderojmë secilit pacient, të cilët kanë qenë domethënë në Dent Fix, dhe në Career Fix, edhe në Tarmën, edhe te hoteli. Po ashtu dua t'i falenderojmë familjes time për përpajin në çdo moment. Në çdo sekondë tjetër se pa ta nuk kisha mujt me arritur. Sigurisht. Që është si e jamja, ti jemi pjesë e misionit. Për çimi ka rregullu dhëm, ky e ka për veti, se ky e ka pasion këtë punë.
Unë e falenderoj shumë se një shtune kur më ka kap ekstremisht dhomë. Bile e kam edhe dhomën të rujt jam. E ka hap krejt klinikën shtunën që as ti punëtor, domethënë u ditë pushimi. Kur ma ka hek doktoresha dhomën, mu ka dhuk si më fal krejt janë Prishtinën. Pedhim të saq të mëdha që kom pas. Për fat madh dhe apet, po tham apet edhe për përsëritjes qytetare, që i përkas një kolektivit të dent fiksit, të cilët jemi të lidhur si familje dhe pa pritesë në çdo moment. Bravo. Jo vetëm të shtunën, po Bravo. dalin edhe të diellën, se dalë edhe vet, mirë po kur më ke thirrë, më kujtohet që s'kam qenë në Kosovë, kam qenë jashtë, dhe i kom thirrë në moment ka qenë të aktivizuar, jo vetëm në doktor, po 4-5, i kom thonë zgjedheni, shkani edhe kyni shërbimin të cilë. Na diç djali. Pa pritesë dhe edhe sot, domethënë që aty kam doktoresha që kanë fëmijë të vogël, jo vetëm moshë. Sigurisht. Dhe beso mos e jo, shpëtim, nga një herë 2-3 natës në zemë në klinikë, të cilët janë të gjithë aktiv dhe në asnjë moment, ndoshta kam një doktoreshë, jemi doktoreshën Eda, që është një primat vjetrave në klinikë dhe është ka ndodhur që dhe fëmijët i ka pas me shëndet jo mirë, me temperaturën e gjona, ka ndaj deri në momentin që i kemi përfunduar. Dhe kur asnjëherë nuk më mja u kthy aty për momentet e vështira të cilët më kanë përvrarë, se pa ta nuk kisha mujtë edhe mu zhvillu. Bravo dok për minjojën që e ki ndaj stafit tonë, se cili staf e man gjallë këtë kompaninë, e man gjallë punën dhe shpirtin e ekipës. Stafi është pjesa primare e suksesit tanë. Bravo. Nuk janë veçanë. Me ka një staf për bajbe, kur kanë para të të me kanë gjithë dëmt, kur më kanë gjujt kështu pas një sija speciale me hi. A ke pa do dyrë që i thejnë, qashtu më kanë gjujt në gojë. Dak, a shkoj pak në ordinancë? Po shkoj me pa pak ordinancën edhe me rregullu pak kafshimin. Do faleminderit shumë. Ishte knaqësi. Faleminderit. Studios dhe klinik, këtu thamë ma herët që është klinika ma mollë në Kosovë për rregullimin e dhëmbëve, jo vetëm në Kosovë, po edhe për tej se sa stafi i doktorëve dhe i këtë punëtorëve 50, dhe më vonë klinika ma mollë në Kosovë dihet. Valla besoj që është më edhe në rajon, në Europë. Në Europë. Për një individuale, po. Individuale. Po një person që ka është individuale, s'po folë për ekipe spitale, po, si individuale është më mollë. Domethënë tonë sta njerëz kanë më gjithë dhëmbë sot, besoj po. Din sa bunani. Da, ka njerë sabojnë atë që. Ka njerë sabojnë, ja? E falim sabojnë të dhe shënshme. Apo falesh dhe ka? Po, 5 vaktë. Po ki mundësi. 5 vaktë. Dok, a është fobi dhomi? A tu të njerëzit shumë për dhomit? Unë e doktor, e më dhe tu në për dhomit. Pse të më tu të për dhomit? Se është frika cilën nuk mundesh me paramendu. Po. është një frikë cilën njeriu nuk e shen i punë kur ka më bo. Plus ngoj. Është në vedjet plot. Plus ngoj, më dok. Po dhe se nuk shije qa bot. Kur jenë në vedjet plot. Dhe shetë të intervenu atëherë mund është pak mirë, po të dhëmë të është gjithë njëri ka frikë. Ta VIP që vinë, a janë pacient të disiplinum? Po disiplinum. Po thua? Po. A tutën? Ka pak tutën. Tutën nga baka. Unë i thash ma herët në studio doket që kam problem me kafshim se i kam rregullu dhëmë para 3-4 ditëve. Normalisht këtu i rregulloj që sa vjetë. Nga që një 10 vjetë. Pe që më kanë dollë dhëmë. Pe që më kanë dollë dhëmë i rregulloj këtu, edhe e pa me rregullu kafshimin edhe pava një ekip fantastike, për ata do më thonë nuk mungon suksesi edhe na vinë njerëz për këtë Evropës. A ka filluar me orë edhe jo shqiptarë, tash me rregullu dhëmë këtu, gjerman, zbithran, francez, suedez. Shumicën e pacientëve i kemi shqiptar, mirë po diku një 40% cilët janë të huj. Kanë ardhur të huj, doka. Bëjnë me që nuk janë shqiptar, janë në të nacionaliteteve të ndryshme të gjithë botës. Bëllë sot ma herët para një gjysore patëm 2 vajza nga Siria, cilët kanë orë për dhëmë, cilët tani kanë orë
se refugjat që me jetu në Zvicër dhe kanë ardhur. Dok, dhe qysh duket na shqiptarët dhomit fort rëndësi si kushtojnë pana dhimt. I rrim gati ka pak analizë më vëdisu ka pak, po deri tash ti kena pas probleme. Kem pi çajin halot të përvlut, pa ufto pak edhe kena humër bukë zete. Vëdësimi ka shumë dhe është një përparësi shumë e madhe për një shqiptar që është arë një vëdësim jo vetëm të dhëm, po në përgjithësi për jetën, që është një e mirë për shkak se kjo edhe ka të bëjë me jetesën, kushtet ekonomike që janë përmirësuar, që është një rëndësi shumë e. Dhomi është nevojë, po kanë herë dhe llok se po duket bukur për njëri, po duket pak më normal, do të më thon të ndresht. Unë jam i njëjti, domethënë me gjithë të tri, por unë i keq jam, po të tjerë po vëret që është bukuria shumë e njeriu është të dhënë mirë, po aksesori bukur. Po, ka diskutim. Okej. Që zoti që ka ardhur kjo puna të estetikë. Vërtet, me ardhur deri çdo puna. Për estetikë që kanë ardhur dhe janë shumë tash njerëz që vinë për estetikë, nuk janë për vetëm për nevoja, po për ata që kanë nevojën për shkak të dhimbjeve të cilat i shkaktohen, mi po e numër pak më të vogël, po edhe kujdesi është më e madh tash. Kush po të ndrejsh dam ty? A vetit? Ai ndrejsh këtu? Këtu, a? Jo, tani në Gjermani. A pagun këtu dok për veti ku të ndrejsh? Zakonisht. Të presin. Asistenti janë më të mirë po. Okej, të pret. Okej, po shkolla me rregullu kafshimin, kena fol shumë çka në studio, e kena pasur një klinik fantastike në Kosovë. Dok, jo pse i këtu na i ki rregullu dham gjithmonë, tash e 10 vjet, po për ne më është kënaqëri për neve kur është një kompani kaq serioze, po thu ma madhja në Evropë si biznes individual, e një doktorit, pronësia ju janë këtë rast, edhe është mirë edhe për neve që të kena këtu, po edhe për vendin si ti taksa pagues. 50 punëtorë janë 50 familje, kështu që unë pisoj karrikës të stomatologut, kja fillon më të nxehtë që është vetë ka dal. E kena bo me nxehje. Me nxehje edhe verës, kjo është e mirë për dimën, të nxehën. Turoj fat me ty dhe këtë stafit edhe inshallah mor Zot, vish shkon të rrit kjo klinikë dhe bëhet qendra më e madhe stomatologjisë në Ballkan. Padyshim që po hala më shumë. Shumë goja, fandi. A rregullojmë kafshimin? Po. A ta provojmë dorë tonë herë kafshimin? A ka mirë? Së vjen këmë edhe pacientë aty. Okej, hajde shkojmë. Fandi.